People, hello krejtve, jena bashk, shkojmë me Meridian Ramcaj, shkojnë Lia Mandiaro, hajde për fillim, jemi bashk për shëndetje gjithve, ja ku është Lia Mandiaros. Arber nuk duroje dot, Arber nuk duroje dot. Pse si lexon dhe Arber ti që e dëgjoj ta Sarën aty në background çfarë po thoshte? Është i poshtër. Po shoh shpirtin tem nuk e kum lexuar. Po mirë më ne Kërkoj ndjes. të tham pra do ta hapja unë se ne shife ta shikosh fut Meridianin një herë, se po bëhet gati Gert Ferra. Edhe sa të bëhet Ferra gati, filloj me fut Meridianin. Okej, dëgjom, a e bëjmë një gjë, a të mbyllim e hapim tjetrën. Hapet Po asaj shpejt. ka rëndësi tani njësoj është, nuk ka problem. Cilin blok marketingu do futet Gerti? Po tani nuk ai është thjesht opinionist, Arber, po fut për Meridianin, po të them, se të dëgjon kur të flasim më zemra jeme. Okej. Bëj çfarë po të themi. Patjetër. Fut Meridianin sepse është duke u bërë gati Ferra dhe se tani e lajmërova, kështu që të prita të vishem sa se ishte lakuriq se bëj shaka. Jo, zamra doli nga dushja, çka? Po jo, more se bëj shaka se nuk është çështja. Ruaje ndërkohë mos futet online. Hello. Me vëmendje Arber, që drejton ti live-in me vëmendje që ta rush të Ferrën kur të futet, domethënë, e kupton ti çfarë komente shumë. Arbri nuk merret në rrujtet e saj. Meridian akoma në Amerikë jemo. Po. Në Amerikë. Se ku duket ju Amerika nga prak. Ishte në Laç, në Prishtinë, ku duket Amerika aty? Arber, kohë që Meridiani bën reklamën e Credo.al, të lutem ma bë pak filmuar. Hajde. Jo, shpejt, të bëj një blok shkurt marketingut 1 minutë për secilin prej nesh. E ke bë Dasara, e bone? Me qenë se ka munguar në live-in e taluar. Hajde Dasara, jepi. Po jap send. Ik more mandi ti, ik. Prit more ti, mos u ngopsh. Ti na e bluzën një herë, pastaj. Hajde më zë. Dasara, e bone. Unë kam bërë bone. Okej, un pakon tënde me produkte. Dasara. Meshkuj e kam bërë për gjithë ju. Po. Shpirtja e bone? Po e bëra, unë e bëj, po ti se të qefas. Jo, nuk më del Dasara, nuk e di se nuk më del. Ja, një sekond se ta bëj pra. Bëj e mirë, lutem. Po morët vesh foto të Arber, vëmendje, 1, 2, 3. Hajde më shpirt. Morët vesh foto me funit apo jo? Nuk po del me zamë. Nuk po del shpirtja. E forta më ti jam Majo Liam, po ky pas ka pi prap ti. Jo më ja. Po zamë nuk po del, nuk ka probleme aty, nuk po del. Bëj e mirë. Po Dasara, bëj me Dasara. Bot 100 herë bot, jo një herë. Bëj e prap. Po jo, bëhet, bëjnë 100 herë, po të lodh ky o Meridian, ai ikën koha duke u marrë me këtë gjëra. Zamër, hapet ti tjera, nuk e bën. A e shihni dikun që e ka bë Dasara? Nuk i del, Dasara si është. O Dasara si është faqja, ma thuj pak. Cosmesi Sadina Dasara. Cosmesi. Okej, shkojmë. Fillimisht duhet falenderojmë Credo.al, Lazarway, Hepsin, falenderojmë Vagon Underline Al dhe së fund me jo më pak e rëndësishmja është Cosmetic at si ishte Dasara? Cosmesi në viz Sadina Dasara. Respekt. Si u ka duk kja javë? Meridian, po nisim me ty. Atëherë, lajmet e funit fare thënë që Gjesti ka apliku për kredit e Credo.al sot për t'i bo propozimi tegli për martesë. Me vërtet. Bukur kjo. Shikoni pak. Po problemi është që kredia është aprovu direkt me na 5 minutash aty. Problemi është që ai ka thonë që nuk ftoi njerëz që s'kan flok. Kështu që Arber vrap ke Lazarve mjell flokët nëse do marrë. Pjesa marketingut ka përfunduar Meridian. Ka përfunduar, tash koncentrohemi se jemi keq me kohën. Arber, kjo që të them unë është si shaka e vërtet. Në rregull. Sot do jetë një nga ato surprizat e bukura që vetëm Gjesti di ti boj, asnjë tjetër. U mësu me këto. Po pra ka një surprizë sot do t'i vinë prindrit më duket, ë? Jo, Gjesti sot ka
ka për të bërë diçka që se ka bërë asnjëherë dhe do i surprizoj Doja gjithë. bëj Egli. Dhe unë mendoj që pas darkës të mbrëmshme ai do i shpreh gjeste, ai do i shpreh Egli që ato që ndjenjat që ka e gjitha me radhën. Normal, do i shpreh ndjenjat se me të drejtë i ziu, po ta mendosh. Është përballë shumë banorëve aty që ju fërsulën dhe që kanë marrë informacione jashtë, i kanë marrë gjitha informacionet, se mua më vjen pak keq, edhe në fakt dhe Olti Curri kishte të njëjtin mendim me mua. Më vjen pak keq për të gjithë ata që mendojnë se neve kur analizojmë, ne që merremi me këto analiza dhe me llafe, ne që merremi me llafe. Më vjen keq kur mendojnë që jemi fansa të Gjestit, ndërkohë që nuk ka të bëjë me fanslikun kjo punë, ka të bëjë me faktin që ai është një njeri i izoluar pa informacion, në ndryshim nga të gjithë të tjerët aty brenda. Është kollaj të bësh luftë kur i ke armët më të forta se me më të doptin. Do me thënë është mos e logjikshme. Kështu dhe ai, me mënyrën se si është qasur Egli aty brenda, me të drejtë mendon që ka një imazh të gabuar jashtë, që njerëzit jashtë nuk e kanë gjykuar për këtë çështjen e Eglit. E kupton se më ka shitur ajo aty brenda të gjithën këtë. Kështu që mendoj që është një formë për të jo për ta nxjerr falso Gjestin, absolutisht, po është një formë e tija për ta bërë situatën më edhe përpara publikut më të ëmbël dhe më të ngrohtë. Shikoj, Gjesti është i përgjegjshëm dhe besoj që është i ndërgjegjshëm që shpesh mund të jetë treguar edhe i padrejt me Eglin. Po që dhe ajo me skenat, ulërimat, të qarat, viktimizimet dhe tëra me radhë ka bërë 400 fish më shumë të madhe çështjen e Gjestit dhe ky është fakt për ne që jemi jashtë. Do të jemi të ndërgjegjshëm dhe të themi të vërtetën se kështu pastaj me fansli që flasim gjithë ditën. Kështu që mendoj që, meqense pyetja e Arbrit ishte çfarë mendoni për situatën, për momentin, kemi dy pika kyçe sonte. Njëra është dalja e Valbonës, po do ishte mirë të ishte dalja e Laertit, sesa e Valbonës, që do vinte dita që do thoja të dali Laerti e mos dali Valbona. Këtë nuk do e kisha menduar kurrë, edhe është me vërtet, Big Brother është vërtet një format që të çudit në një lloj aspekti. Po Sara, një njeri që mendon për lojën, për të mirën e lojës, për debate, për dinamika, kështu duhet të thoj. Laerti nuk është se ka bërë ndonjë gjë, po për mendimin tim, tash nëse duan me e çu se atë është qyni mirë, i edukuar, i kulturuar, i shkolluar, i arsimuar, ku ta diun, le ta çojnë, le ta bëjnë finalen me 6. Po tash i talesh bonën e shkret që ka bo si gore gjatë gjithë bivit, i ka dal goja mrapa e para, i qas si ka bo, talesh pa shku në finale vllai gjunaftash. Tash të shkojnë këto, mos shkoj kjo. Unë e shoh ndryshe, nuk është e thënë tash që ajo qetësia e Laertit nuk është e thënë që ai s'ka bërë lojë, se nuk duhet të zbresë edhe ai në nivelin e njerëzve të tjerë, si për shembull Valbona. Dhe të njëjtën intervistë tash edhe unë. Na fitëm çka ka bë, dakor, do na fyt çka ka bë, që ta kuptojmë okay në final. Për ta merituar qëndrimin. Dakor, nuk ka për ti çka ka bë. Qëndrimin them, se nëse do t'i shoh ashtu të dy Meridiani bie ta kishte bërë Gerta atë zgjedhjen e dur, nuk mos ishte as Valbona as Laerti aty, Gjesti, Rozan dhe këta të dy. Pra, ke kutia Pandorës, po them. Po futi Ambrin, kot, ja futi Ambrin. E ke parasysh? Pra, as ajo nuk do ishin në qoftë se do ishte bërë zgjedhja e dur. Po më pëlqen shkilloj me pas. Ti mirë analizove, po jemi në këtë fal Arbër. Jemi në është live i parë që po më pëlqen që po dëgjojmë njëri tjetrin pa ndërprerje. Para se më ndërhyj dasar, besoj të japi edhe një mendim shkurt për këtë pjesë mëdhone. Parimisht pajtona me Lianin. Mendoj që nganjëherë aura dhe bagazhi që kanë të tjerët, domethënë kur luajnë me karrierën shërben shumë. Laerti e gëzon këta në raport me Valbonën, edhe nëse i qesin peshore, sidoqë të jetë Arbëri ke parë në një shfaqje të Laertit, jo, ishte shfaqje Ishte shfaqje më të madhe, më falë. Tani kjo, ai kum pa, nuk shumë pesh shumë, unë muj me qenë edhe fan i futbollit, po nuk mujt me pa në ndeshje ku luni lojtar në Frankfurt. Nuk e bën më pak mu më s'më pëlqy arti edhe bagazhi i tjetrit.
Domethënë këta nuk duhet me tërheq këto paralele. Mendoj që Laerti sido që të jetë ka kriju situata. Gjithmonë ka qenë ai lojtari që është projektuar dhe është ideusi me kon finalist, pasi që thash ka një karrierë goxha të gjatë dhe që ka qenë ekskluziv. Po, edhe brenda shtëpisë Big Brother, qoftë për leshit me Rozanën, qoftë për plasjet. Juve keni qenë në Big Brother të tre dhe mua më pëlqen këtë vit që jam në live me juve, sepse flas me njerëz që njohin Big Brotherin nga brenda. Dhe ju të tre jeni ish banor në Big Brother. Tani, filozofia e këtij formati kërkon dinamika dhe lojë dhe strategji. Dhe strategji dhe gjitha me radhë. Tani, nuk e di si e shikon ti, po për mua Laerti, përveç se u varë ke Ola dhe u varë ke Valbona dhe ke Valbona u varë që në fillim, nuk ka strategji loje, një kjo e para. E dyta, ajo që duhet të shohim ne nga Big Brotheri dhe pse ne e shohim Big Brotherin, është për të parë aspekte njerëzore të këtyre personazheve që dalin televizor dhe që quhen VIP. Tani, në aspektin njerëzor, nuk do më shkonte kur mendja që më njerëzore do ishte Valbona se sa Laerti. Tani, ai me të vetën e justifikon në faktin që unë po shkoj në nominim që të më nxjerrin mua me që jam tregu i keq me Valbona dhe dalun. Tash ja hati këtë kohë që ullinë se unë për vetëm ka. Po më pëlqen logjika dhe ky narracion. Por çfarë Arbër, ama më parë të preni mua. Apo ke orë fletë burke, ti përveç se bon Zinit, lutem, bëni analizë, mos u merrni kush fletë se hiqeni, a ka mundësi se ti ke qenë big edhe ke vujt të pjesë, a ka mundësi ma ishni farë nga lafit të fjalët që thoni, ishte çuni që edhe Elvis Pupa valla me çuni ishte, po nuk vajtin finale. Çfarë do më tregu? Po çfarë do më thonë? Unë do më tregu se në finale aktori shkëlqyer krahasuar me Laertin dhe doli prej aty si djali mirë, jo si djali keq, kurse Laerti ka dalë dhe djali keq. Po Arbër, unë du me thonë këtë Arbër, që në finale duhet shkojnë njerëzit që kanë pas dinamika dhe i kanë dhënë shtëpisë. Mirë apo keq që kanë ndërtu prime. Në qoftë do me kap për lojtari mirë, do me disa lojtar legendësht. Ju dha mundësia me i tregu gjithë njerëzit që për atë vajzën, ai vërtet kishte i farë ndjenje, e ka pëlqyer, po kjo vajza e ka marrë lart. Dhe sa erdhi momenti i futi gishtin asaj vajzës. Pse? Sa atë për dikush tjetër jashtë, po hajde leni këto budalliqe. Meridian, pelojmë anësh pjesën, s'po bëjmë moralistin këtu, për te kësaj. Që du me thonë, që se marim nga dita një, debatë, diskutimet që i ka pas, Laerti, qoftë me Rozanën, qoftë me Gert Ferën, qoftë me Rozin, qoftë me Gjestin, qoftë me Rase dhe me Eglin, me shumicën, me Gertën, ka kriju më shumë dinamika dhe polemika mrena shtëpisë se sa Valbona që gjithmonë debatët dhe diskutimet i ka pasur në raport me Laertin. Kur? Unë Laertit, diçaj maj menu në Laertit, vetëm të, se mu në Greqi me kam bullizuar desh me vranë, vetëm të gjë maj menu, çdo prime. Ka kriju prime me Rozanën, jemi shok, nuk jemi shok, jemi mish ose nuk jemi mish, e kemi pi një kafa, e kemi pi vjet, e njohemi një tjetrin tonë. Gjithmonë ka pas, më shumë ka qenë në prime, edhe ka pas më shumë situata, edhe ka inskenu edhe ka insunu situata. Laerti sa Valbona, pe marr vetëm unë nuk e shoh Laertin në finale. Nga nuk e pik lojës. Më përpara e shoh Eglin se sa Laertin. Ekzibicionizmin e Valbonës që shpëtoi Jozin nga dalja nga shtëpia. Po kjo donte një kurajo të madhe more. Si s'pas ka Valbona, po kë shpëtoi Laerti me kë humor. Kapetani. Me kë humor Kapetani, po çfarë loje bëri Kapetani, çfarë? O Dasara, thy dhe këtë tjetrën ti. Po mi më thy, harron ti Valbona që e boni gjithë shtëpinë, e bën me lutmesh me Jozin që kanë qenë të lidhur jashtë, i boni me mendu gjithë edhe ne. Unë mendoj Meridiani vetëm një gjë. E vetmja gjë që ka bërë Laerti aty brenda është që ka majt koqet me dorë. Më falni për fjalorin, se e keni parasysh ç'a bëri majti me dorë. Edhe ai i peshonte gjithë ditën ato, topet, edhe mbaronte punë. Kjo është loja. Gjithë memet i kanë të peshu ato topet. Nuk e kom butonin e Eduard Trokitjeve këtu, se e ke merituar një Eduard Trokitje frenetike, po që se kom këtu se më ka prish. Për te i kësaj, përfundimisht, që me ardhën me një përfundim, kush del sonte Meridian? Pyetja. Apo kjo pyetja duket më palidhe të shimë o kot. Po mirë dhe palidhe, po thuj një përgjigje se presin investigut. Po, ne kena diskutuar ta Shimon, ne kena diskutuar fakti që po, na vje keq që do dali Valbona. O Arbër, që do dali Valbona, që emri do t'i vlla? Mirë, Dasar? Po tash
neve duhet shikosh në çik dhe vërdall, dhe qëndrimet që mbajnë në për story dhe të gjithë ku diun Absolutisht. çfarë janë si puna Gjitha jonë. këto Të njëjtën gjë thon, shpresoj në një mrekulli në të cilën del Laerti dhe s'del Valbona, sepse pritshmërit janë që dali Valbona dhe pritshmërit janë që dali Valbona sepse Laerti është i favorizuar. Jo sepse e meriton. Tani come on, tash të flasim çik siç është me Liam forcë. kush del sonte. Unë atë them Arbër, më lejo që të ndjek shokët e mi dhe të them edhe unë Valbona Dhe këtë. unë se Arbrin se ke shok të vetëm Unë- Lena Arbrin e ke kundërshtar. Arbri ma Tërjetën. fund fund fare thot Oliam Oliam. del sot. Oliam. Sot Tërjetën Amon se kundërshtar. Amon se kur Tërjetën Arbrin. Oliam, amon se kur fet shumë marrun bilin fare, amon. Gjo se edhe po doli Valbona sot Arbër, ta dini se dhe Laerti nuk e ka shumë të gjatë, ha? Unë mendoj, pajtova me unë besoj që sonte As finale ka me nuk e qenë shef, kështu që nuk është se do ketë ndonjë ndryshim të madh kur të dali Valbona ose Laerti, unë them Është shumë e vërtet, mandi se po ta mendosh, domethënë, ai edhe në debatet që ka pas jo me Gertën, jo me Rozanën, janë të llovitur aty dhe ka mbaruar debati pa fillu, domethënë, nuk është se është strategjik ose e çon bisedën në një nivel X. Nuk ka asgjë Laerti, nuk është lojtar me pak fjalë. Unë sot po mendoja dhe diçka tjetër. Një javë para se të dilja, më erdhi mamaja me babaj, më bën surprizë. Po. Edhe se po e mendoja, nuk e di. Se po e mendoja, mos vallë, i erdhi jo ma Laertit, edhe sot nuk e pikur aty ku ka parkuar makinën. Unë po mendoj që sonte ka me qenë një prime që ka me thy rekordet. Dhe mendoj që si në raportin Driloni me Gjestin që ka dalë Gjesti, sonte mund të me pas befasi me dalë Laerti për me jashu pritshmëri të rritën finale. Edhe me kriju një hapësinë Eglit për finale, se unë mendoj në raport me gjithë banorët aty, edhe pse ka pas një shkputje, një dalje, Egli e meriton finale, kështu që eliminimi i Laertit këtë pikë të lojës, unë me koni gabum. Ore, ç'lidhje kishte meritim? Ç'lidhje kishte? 5 femra, më thuj 5 femra me që me... Ja, dhe Monika Lubonja voton për Bonën, do me thënë të gjithë, edhe çfarë janë njerëz publik që kanë ato, po themi, influencën e tyre, të gjithë thonë që të rri Bona dali Laerti. Jo, se në shumë raste Valbona ka për... Pse s'më lani me përfundua, ti bëj bet lut na vesh të përfundoj mendimin, besoj nuk e di pse, a ndoshta nuk jem të bërtit mjaftueshëm. Mendoj që sonte del Laerti për arsye që më kriju hapësirë Eglit. 5 amnat më kërkoi Meridiani, shkojna Rozana Radi, Gjesti, Rozana Radi, e kemi Eglin, Danjen edhe Gertën. Në ka me qenë hera parë, sonte që kemi pas 4 menoj këtë edicion, 4 femna në finale edhe vetëm një çun, që realisht e meriton. Kështu që po muj me pa orientimisht. Jo, Gjesti, i vetmi mashkull që shkon. Gjesti, mirë dëgjoj. Kemi kohë për të folë për finalen, njerë se kemi hapë të kësaj një jo, nuk kemi edhe kohë shumë, se është 3 javë të fundit, 4 javë kanë ngel, dasar. Tash më kanë me filluar ka shumë, ha? Pa edhe 4-5, sa kanë ngel, 4-5. Po supozojmë, 4-5 samna, 4-5 javë, po është drejt fundit të shkun. Këtë pikë të lojës, mendoj që mundet me befasu sonte Laerti medal, dhe çka du të them, po du me fol pak për Darkën, nëse bën se jem komente që pëllezoj, mi falenderu krejt ta njerëz gjithë kohës, për një mena shkrujnë, se s'po futen një live dhe na kam përcjell gjithë për mujtana, pa ndërpremje. Meridian, trego ma pak që ki pa Darkën mes Eglit edhe Gjestit, shpejt. Unë mendoj që ka qenë një pjesë reflektimi e Gjesti, duke di pse Gjesti e ka të ndrojtën me thonë që ai ka pëlqim për Eglin, që ai ka pëlqim mirë ka. Atë se lutovi, po nuk unë sa rri se kuptoj, domethënë se ka të ndrojtën me thonë dhe pse tërhiqet. E di pse ka pëlqim Gjesti për Eglin, se s'ka më asgjë për të bërë aty brenda dhe do i vjen turia ajo edhe. Jo, dëgjoj. Po dasa, që ato kanë një kimi të bukur mirë tjetër atë se lutopje. Le të thënë çfarë dojnë to, jo e duan, jo s'duan, jo. Se vallai, di moment kur ty nuk ta ndjen për një njeri, nuk ka llogarit fare që e kanë në shtëpi më. Jo më, se si reagojnë ato dy me njëri tjetrin. Shiko, ata mund të vazhdojnë të lumtur edhe unë dashuri dua, s'ka njeri që nuk e do dashurinë, do ishte absurde që unë ta kundërshtoja. Gjithë problemi është që Egli ka treguar disa do të ka shkuar kontropedal disa herë me qëndrimet e veta. Kjo nuk është një gjë që e bën të bukur. Megjithatë s'ka njerëz perfekt, edhe Gjesti sado që është shumë inteligjent nga natyra, se kjo nuk diskutohet fare sidomos për moshën që ka. Ka ato
deficitet e veta, për shembull e hodhja të verën brëm, E kum pa, bre, e kum pa. Ndërkohë që mund ta hidhte me një çik më shumë delikatesë, gjëra që për shembull Egli këto lloj normash duke qenë dhe më e rritur se Gjesti, i njeh më mirë dhe janë pikë për Eglin edhe minuse për Gjestin. Po zemra, po. Kjo është e bukur që Gjesti nuk shef për me dal bukur në kamer. Gjesti shef me knaq gjërat e veta, shef që të ndihet mirë me veten e vet. Shef që të ndihet mirë partner, kështu që interesant. Po do më është bën një kronik në histori, e kanë bën në Klan Kosova prive, emisioni kanë shku tek lagja ku është rritë dhe është lindur rrit Gjesi, kanë tregu për mënyrën e jetesës që e ka pas. Arsyeja pse ky vepron kështu është se ne ka pas një jetesë komplet të ndryshme në raport me Eglin, që Egli u rrit në Tiranë. Patjetër. Ose nuk i di mas Eglin çfarë ekonomie ka, ose mua vet kokë. Absolutisht, jo, po nga formimi i saj, gjithë kjo më lën me kuptuar që u rrit në metropol, ai u rrit me një fshat afër Pejës, që i kanë imu prindve për me Unë jam për njerëzore në Arbër, unë jam për njeriu e vërtet, unë jam për njeriu që të keq. Mos jeti keq në thelb, dhe Gjesti nuk është i keq në thelb. Absolutisht jo. Vërtetën e. Kurse Egli shumë shpesh e ka shtrëmbruar veten, një herë parimore, pastaj moraliste, pastaj prit se jetoka për publiku, nuk jetoka për moralin e vet, se interesoj të futet aty brenda të rregulloj sipën edhe paqen. Gjithë kanë një çik problem komentet e publikut të tha, mos bëjmë sikur si kena problem kur na fshahen. Ndikoshte. Edhe mandit nuk na plas fare për shkak. Jo, da thonë, jo ne më na prinon si popull, asnjë nga këto 5 milion nuk e jeton jetën time, kështu që na jemi të prirur si popull, nëse s'm ki pëlqyer. Ore lëre, unë kam 18 vite aneta, si kush më do të ma thot. Do po ma tha, ja them mrapsh edhe unë, vazhdo. Për shembull, ki pas dy herë këtë eksperiencë, nuk ka pëlqyer dikush mran aty, një banor, nuk ka pëlqyer, po supozojmë kur dal jashtë, koni prirur me thon, ti e ke meritu, më futu edhe një herë, atë jemi të prirur me ndryshu qëndrim, me qenë hipokrit, me qenë bipolar, domethënë me s'mi thon gjana. Jo, karakteret e shtrëmbra e bëjnë këtë. Karakteret me shtyllë kurrizore drejt nuk e bëjnë këtë. Karakteret kur na thojnë kurrizore të shtrëmbër e bëjnë. Mundem nësë me pëlqy mendimet e tuja, me qenë kritik gjatë gjithë kohës, shoh me komente, me gjana, kështu ashtu. Momenti që takojnë live, shohin sy më sy, komplet ndryshe e flasin me ty, edhe kështu ka mujtë më ndiku edhe Egli. Secili tu i thonë ti e ke merituar, humbe vetën, puna Gjestit, shkohen edhe në janë rana, bëje më të mirën, tregoj që ja det, më thonë ndiku. Ka një historik Bigu, ky Big, po flasim për këtë Big. Një historik i cili në të gjithë nga dita e parë deri më sot solli në vëmendje si çështjen më të diskutueshme situatën e Eglit me Gjestin. Tani ky është fakt, dhe sikur për këtë arsye të shkojnë finale, ajo okay është. Më kupton? Pajtona plotësisht, 100%. Unë kom thonë, raport me më shku Laerti me më shku në finale. Unë e mundë mos më pajtu me Eglin për disa pika, jo shumë. Se në parim pajtona për formimin, për edukatën, kujdesin, emocionet që i ka shprej për empatin, po nuk pajtona që nuk ka dit me kuj libru këto, ka shku, i ka shku në skajet të bezdishmërisë e gjithë shka tjetër. Por që në raport me Eglin dhe Laertin, me shku Laerti para Eglit në finale, për mu nuk ish me qene e drejt. Nuk besoj që edhe publiku do me pa diçka tjetër. Mund të ripërsëritet një Romeo Heidi, mund të bëhet një gjest edhe Egli. Jo, diçka që Gjesti që nuk ka dasht, ndoshta për shkak të izolimit ose ka kuptuar drejt. Egli Gjesti kish me qenë shifti më i përfolur në 4 vjet e fundit. Nëse këta kishin ditë me funksionu mirë, me funksionu si në trup i vetëm, e kish kalu dhe Luizin me Kiarën edhe krejt. Kanë qenë nuk e ka Besom zot, ka folaj bukur sa këtu në Miami ku jam unë janë njerëz të pyet në radhë me një gjuarbin. Kanë vonë veshën këtu ke dritarja hotelit. Po, zemën se ti me këtë sarkazëm do më na tranu. Unë po mendoj që Egli Gjesti, po se ti na detyron të të replikoj me zoro për ide, po nuk ka fare shenjë barazimi historia e Luizit me Kiarën por fare. Nuk ka shenjë barazimi historia e Luizit me Kiarën me historinë e Gjestit dhe të Eglit. O ta shumë detyroni me fol. Më fal tani. Ne kishim një Luiz që e pëlqente gjithë publiku që diskutohet, dhe kishim Kiarën që të vetmen gjë që e bënte, po themi, antipatike, nëse mund ta quajmë kështu, ishte realisht, sinqerisht, seriozisht,
që e refuzonte. Më Po kupton? më Po nuk bëri shpirti, skenat, po nuk bëri skenat patetike të Ka fyre ekzistueshme. rekorde po të zemra, dasar. Po le po më si shikam s'ka, fyre rekorde po Gjesti si me s'ka, ekipin po Goj si my s'ka God, bërë sa shkena të mashme. patetike me se edhe Kiara i thotë në Luizi shqipe si ha bukti pse ha kështu, apo Po harrove. pra, atë kohë. Edhe ndryshojnë raport edhe Po doli ha jashtë pra, kur u kthy. A ti Po them tash edhe edhe unë as pesë, keq ai, se a edhe ti ai them keq edhe hante. unë pesë finalistët e mi? Hë? Ti them edhe unë pesë finalistët e Aman mi mos se ju fut i tha. Gertën aty, se Liam, jam se në ju gjendje të që e fut këtë meriton. duash vetëm Gertën jo. E Se pse do meriton me shkoj Gerta në shpirt. finale nuk e kuptoj fare. Liam thuj 5 emra ato edhe edhe në qoftë Të të dalin këto 5 vrava emra po se Gertën, të vrava. vagon Aty e kam underline ta Olë e krejt. kam. Në zemër nuk e kam tuke gishtat. Hajde. Okej. Gerta, Po pse më buridheut, pse? Gerta, që një sekond, jo, e kam Po seriozisht. pse Gerta, më Rozana, se du një arsye. Aldo, Gerta, Rozana, Aldo, Gjesti Në dhe finale, o da. Sara, a e ja di mirë kush ta. o da Sara, e di kush është nga arsyet më të bukura. Kur thënë në jetë, po me qenë se nuk e mori Gerta, ajo Olta Gixhari bigun, produksioni ka premtu finalin, do e japi finalin, si thoshin për Romeon, që me qenë se avan Donaldit, ja ka Donaldit me promes. Edhe kjo tjetra shumë e bukur. Rozana Radit i kam premtu para se me Po hy. Monika, po ti futu në live, më të fusim te publiciteti tjetër, ha, thuaj pesë të tua. Hajde, jo, liroja vendin. Liam, ja liron do të vendin Monika. Valla, liroj ti me atë hepsin tat. O, po shpitja Hajde, të ku hap live-in unë, s'kom qysh Po, me liru. Nuk me Vagon, po liroj, iku vagon. o Edhe vagoni këtu. vagoni, arbresh lokomotiva, po iki lokomotiva, Po të iku dojgjën na vagon ja aty. live, po s'kemi për t'ja lënë më ati ta hapi, jo, era Veç arbër zeka e hap këtë live dhe pik. Hajde, Jam po dakord. largohem unë dhe fusni Monikën, hajde. Jo, 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 se mbaroj rallës tjetër pashu. Ja, le ti thot 5 emra. Publicitet, Liam, publicitet. vagon underline alë, liroja vendin Monikës, please. Me ne Yes. futëm prap. Yes, Monika, Monika lafet mi. Bonja, veç le del Liam Andiaru futo shpejt. Okej. O, a e dim se Liam im gën mu, se e dim që unë në fund a din tutën, e këm lon me vese. Opa! Monika Lubonja. Ba. Erdi ylli. Pesë emrat e tu zemër, pesë emrat. Gjesti, 1, Rozana, 2, Laerti, 3, unë e dua shumë Loredanën. 4. Edhe unë. Të hongsha gojën Monika Lubonja. Lema mu, Meridian. Edhe prap Gjesti të fundit. Gjesti, u kry. Bravo, Monika Lubonja, bravo. Shiko, tani Monika, ti the je për bonën që të dalë apo për bonën që të rri? Laerti Jo, në finale, që të ri. për bona medalj. Që të ri. Atere si e për Laertin në finale? Ndajmë mendje. Jo, Pa ajo fatkeqësisht dëgjoj, fatkeqësisht zuam ne ajo do dali. Unë mua nuk më pëlqeu mënyra se si ai luajti. Mendova që do ishte djali i zgjuar, të paktën në një moment për te lojës, ndoshta unë nuk e di pse e kam, këtë duhet të tregojmë pak dhe njerëzillik. Dhe ai do të kishte fituar shumë në qoftë se do shkonin të dy bashk. Ato lekët në fund fare, ndaç t'i merrnin të dy, ndaç mos i merrnin, por të shkonin të dy. Ajo goca u treguai dobët, a e donte atë për krah çfarë rëndësi e ka. Ajo i ndeti besnik atij. Edhe për loj ka besnikëri, dhe në loj. Se unë mund t'jem me ty tërkohën në loj dhe duhet të mbroj, pavarësisht lojës e gjërave të tjera. Laerti për mua bëri gabimi më të madh aty. Për mua, se me atë vajza i do fitonte, donte, s'donte, mund të bëheshin edhe një gjashtë, se ata mund të ishin një lojtar të vetë. More 2 fish vota. Atë nuk e ka llogaritur ai, se ta them unë, aktorët janë të trash, nuk din të bëjnë llogari. Të mosha pikat Monika Lubonja. Ej, edhe njerë, Monika, sinqerisht të më ki befasu, me këtë analizë dhe me këtë rezume që e bone, përgëzoj shumë hera parë, nuk e di që ka ndodhë sonë të qa ki bosët gjithë ditën. Po ja, sot tër ditën kam parë vetëm bigun. Duket që në telefoni e ratë, duket. Atë Loredanën edhe unë e kam shumë qef. Edhe Danë jam pëlqen shumë. Unë e kam pikasur që në fillim, por ajo nuk ka ditur, ka pasur shumë batuta. Po e ka potencial ka shumë publiku.
Ajo ka pas batuta që mua më pëlqejnë dhe gjërat Lojra Fani se Po dhe vërtetësi, se ajo ka dhënë shumë, dha nga vetja me dashurinë për Jozin, dha shumë nga vetja, pra ajo ka qenë aty brenda shumë më shumë fare se Danja që thot Arbri. E vetmja që i doli kundra prindërve në një prajm. Është shumë domethënës kjo të dali vajza prindrit është një përparim, është një zhvillim. Filloj. Arbër, real life në Ju Arbër. përshëndes. Të presim prapë të duash. Të presim prapë. Ciao. Të presim prapë. Via se mos harroni e keni për kartelën që kujdeset për Meridian. Arbër, real life në Kemi live, ju dua shumë Monika Dasara, Meridian Ramsaj. Arbër, fiksoje, do ta hap unë ose Meridiani herë tjetër. Nuk ndodh me Dasar, nuk ndodh. Hajde ju të shohim. Apo të shohim. Hajde.